Edhe pas një muaji nga mbajtja e seancës së parë, Kuvendi i Kosovës ende nuk ka arritur të konstituohet. Përpjekja 16 për ta bërë funksionale legjislaturën e 9 përfundoi pa sukses. Lëvizja vetëvendosje edhe këtë herë tentoi të formojë komisionin për votimin e fshehtë të kryetarit të Kuvendit, por nuk mori mbështetjen e partive të tjera parlamentare. Seanca u ndërprej dhe është parashikuar të vazhdojë më 17 maj në ora 10:30. Ndërka sot presidentja Vjosa Osmani ka pritur në takim përfaqësuesit e partive politike, të cilat i ftoi gjatë kësaj jave për të diskutuar hapat e mundshëm, që do të çonin në dalje nga ngërçi politik në Kuvendin e Kosovës, i cili s'parin të konstituohet as pas 3 muajve pas zgjedhjeve. Kushtetuta e Kosovës ndër parimet themelore parashes se parimi i ndarjes së pushteteve apo parimi i kontrollit dhe balancit është një ndër vlerat dhe parakushtet të funksionimit kushtetues të institucioneve dhe një ndër shtyllat që parashihet aty është edhe legislativi. Në situatën aktuale me mungesën e kuvendit funksional, por rrezikohet ky parim kushtetues. Prandaj edhe sot në takimin e parë kam inkurajuar liderët e partive politike që në funksion të realizimit të këtij parimi kushtetues të gjejnë zgjidhje të përbashkët për konstituimin e kuvendit, që përveç se do të siguronte funksionimin kushtetues të institucioneve, po ashtu do të hapte rrugë edhe për krijimin e qeverisë së re. Por ky takim nuk rezultoi të ketë zgjidhje për ngërshjen politik në vend, sipas përfaqësuesve politik opozitar. Kjo krizë nuk është krizë procedurale, është krizë politike dhe duhet kishte një zgjidhje politike, por nëse kjo çështje imponuese autoritare e lëvizjeve të vendosje vazhdon pa e pas shumicën parlamentare, atëherë ne e kemi për obligim para qytetarëve që na kanë zgjedhur që të bëjmë çmos për të gjetur një zgjidhje. Kryesisht partitë politike që ndruan në pozicionet e tyre paraprake, që nuk kupton se nuk ka ndonjë zgjidhje eventuale për ngërshjen politike, nuk ka as iniciativë që do ta zhbllokojë këtë gjendje të tanishme. Dhe kjo është për keqardhje sepse gjendja e tanishme 16 herë përsëritje, 1 muaj vonesë dhe më së paku iniciativë nga partia e parë që ka 48 deputet, nuk kupton se s'ka as breng e besa siç e pash në takim as urgjencë që kjo çështje të zgjidhet sa më parë. U zhvillu takimi me presidentën, kemi dhënë idenë tonë që me ecë përpara, pra që do ta votojmë kandidat për kryetar kuvendi një person unifikues, në mënyrë që të kalojmë në etapën tjetër, edhe kuptohet e kemi mirë prit këtë mundësi, pra të bisedesh me presidentën. Mbetet të shihet sa do të ndikojë takimi sot me presidentën në konstituimin e kuvendit të shtunën paradite.